Ekipi i Kukësit me sa duket nuk ka ndërmend të ndalet. Berlindorët kanë prezantuar një tjetër futbollist, Dajan Matias Masquera. Bëhet kështu lojtari më i ri i Kukësit, i cili përforcon kështu mesfushën për pjesën tjetër të sezonit. Në këtë mënyrë shton alternativat për stafin teknik në këtë repart. Futboll Klub Kuksi ka njoftuar se mesfushori kolumbian Dajan Matias është zyrtarisht pjesë e klubit tonë. 24 vjeçari veç rolit si mesfushor, luan edhe si mbrojtës i djathtë dhe sulmues i djathtë. Mosquera është bashkuar me skuadrën në stëvitje dhe është menjëherë gati për të dhënë kontributin e tij. Mosquera do të jetë një vlerë e shtuar për skuadrën tonë, ka shkruar Kuksi. Ndërkohë, pas fitores kundër Besës në debutimin e trajnerit Bledi Kadiu, te Kuksi nisi të frynte një erë optimizmi për sigurimin e mbijetesës. Ngjatë Berlindorët janë gjunjëzuar sërish, këtë herë në përballje ndaj Kastriotit, ku fati edhe rrethanat u kthyen kundër tyre.